Në rrugët e Tiranës është organizuar tubim dhe marshim për Palestinën. Shkaktari për këtë organizim është medalja presidenciale e nderit që kryeministri Rama mori në Izrael. Do shkon një popullsia e pafajshme palestineze. Po të shkohet në mënyrë më të bashme. Ne kërkojmë që të kërkohet falje, që kryeministri jon të dorëzojë medaljen, të kërkoj falje dhe të mbetet në anën e duhur të historisë. I just came for Juma prayer and then I walked out and I saw the protest and I was so happy to see that Albania also supports Palestine. It's in London we do lots of protests as well. Kemi ardhur për të protestuar kundra gjenocidit dhe për t'i thënë kryeministrit që mos të flasin në emrin tonë. Ne që nuk jam me trup atje, po jam me shpirt që të ndihmoj. During this time, almost 2 years, I also see some small protests coming from different kind of communities, not only Muslim communities in Albania. So I'm happy that people are, coming together to be on the right side of the history. So Tubimi mblodhi dhe protestues që vinin enkas nga qytetet të tjera të Shqipërisë. Ne jemi një grup prej gati 20 vetësh të indinjuar shpirtërisht, veçanërisht pas deklaratave të kryeministrit në Izrael, të cilët u organizuam nga Vlora dhe u nisëm së bashku. Kemi një vit e gjysmë që realisht nuk po flëm dot gjumë, gati depresuar nga çfarë po i ndodh vëllezërve dhe motrave tona në Palestinë. Mira komente përshuan në rrjetet sociale me #union në emrin tim që urojnë Palestinën e që dënojnë gjenocidin që po ndodh në Gaza.